Pas dekadë shërbimi fetar dhe përkushtimin ndaj besimtarëve musliman në Kërçovë dhe rrethin, pensionohet imami i xhamisë qendrore në Kërçovë, Hoxhi Meri Jusufi, i cili do të mbahet mend si imami i parë që ligjeroi në gjuhën shqipe në xhamin historike Sultan Bayezid në Kërçovë. I Meri Jusufi ka lindur në fshatin Radush të Shkupit. Shkollën e mesme fetare Medresen Alaudin e kreu në Prishtinë, ndërsa studimet universitare i vazhdoi në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajev, të cilat i përfundoi me sukses pavarësisht kushteve të vështira ekonomike. Baba i tij, njeri devotshëm dhe fetar, këmbguli që ai të vazhdonte shkollimin dhe rrugën e dijes. Në fillim të viteve 90, si imam i sapo diplomuar dhe i pa punë, Hoxhi Meri konkuroi për vendin e imamit në xhamin Sultan Bayezid në Kërçovë, ku edhe u pranua. Me ardhjen e tij filloi një kapitull i ri për këtë xhami. Për herë të parë, krahas ligjerimit në gjuhën maqedonase, filloi ligjerimi edhe në gjuhën shqipe. Në një kohë kur sistemi ishte tejet represiv ndaj përdorimit të gjuhës shqipe, Hoxhi Meri u përball me kërcënime dhe presione për të ndaluar ligjerimin dy-gjuhësh. Megjithatë, i vendosur dhe i mbështetur fuqishëm nga xhamati asaj kohe, ai nuk hoqi dorë nga qëndrimi i tij, duke vazhduar ligjerimin në shqip dhe maqedonisht në shërbim të gjithë besimtarëve. Një nga aktivitetet më të rëndësishme dhe më të mirëpritura nga qytetarët e Kërçovës ishte mësimi i besimit islam për fëmijë dhe të rinj, i cili u zhvillua për vite me radhë në këtë xhami. Nga ky mision edukativ dolën breza nxënësish, të cilët sot kontribuojnë në fusha të ndryshme të shoqërisë. Me të njëjtin përkushtim dhe devotshmëri, Hoxhi Meri Jusufi vazhdoi shërbimin e tij fetar për 35 vite me radhë deri në ditën e pensionimit, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar shpirtërore, arsimore dhe kombëtare. Qytetarët e Kërçovës i shprehin mirënjohje dhe falënderime për kontributin shumëvjeçar, guximin dhe përkushtimin e tij në shërbim të fesë, gjuhës dhe harmonisë ndërfetare. Sot Myftinia e Kërçovës për daljen në pension të imamit i Meri Jusufi kishte përgatitur një ceremoni solemne, të cilën e hapi sekretari i Myftinisë Gjemail Ahmeti, i cili me këtë rast uroi imamin për dalje në pension. Në këtë akt ceremonial të përcjelljes së mësuesit ton, Hoxhës së nderuar Imer Efendiut për në pension, duke i dëshiruar që Allahu fillimisht t'i jap shëndet, t'i jap qetësi në gjirin e tij familjar, që të kaloj ditë të këndshme të pensionit të pleqërisë së tij. Ndërsa Myftiu i Kërçovës, Kamil Efendi Rushiti, në fjalën e tij vlerësoi lart kontributin e imamit i Meri Jusufi, që ai për 35 vite ka dhënë në shërbim të jetës fetare, duke u bërë pjesë e çdo familje kërçovare në momente të gëzueshme në sprova të ndryshme. Mullaj Meri ka qenë një prej hoxhallarëve simbol, shembullor, një prej hoxhallarëve i cili me përkushtimin më të madh, me angazhimin më të madh, me sinqeritetin më të madh, ka dhënë kontributin e tij në avancimin e vlerave fetare islame këtu në vendin tonë, duke qenë një punëtor i përkushtuar në zhvillimin e mësim besimit, e mektebit, dhe unë nuk kam numër të saktë, po besoj se janë qindra nxënës, përfshi edhe shumë hoxhallar, ato cilët kanë kaluar në përduaret e Mullaj Merit për të mësuar fjalën e Allahut. Mullaj Meri a socializu, është bërë pjesë e çdo familje kërçovare, qoftë në raste gëzimi, po edhe në raste sprovash. E veçantë që unë e uroj imamin, që Allahu ja ka mundësu t'i arrin këto vite. Kjo është mirësi nga ana e Allahut. E inshallah Allahu mas kësaj i jep jetë, i jep shëndet, i jep bereqet, i jep mirësi, që këtë periudhë post pensionit ta kalojnë i qetë, ta kalojnë në një rreth të ngushtë familjar, mirë po asnjëherë nuk do t'i kisha thënë që këtu malon misioni i Hoxhës Imer.
Imer Jusufi gjithashtu ka përfunduar edhe studimet postdiplomike në Universitetin Shën Kirili dhe Metodin në Shkup dhe ka të botuara 4 vepra me karakter fetar. Ai në fund të ceremonisë falenderoi Myftininë e Kërçovës për këtë organizim dhe të gjithë ata me të cilët ka bashkëpunuar gjatë këtyre 35 viteve. Muftion me bashkëpunëtorët e tij Qamil Efendiun për këtë organizim kështu të mrekullueshëm. Allahu e shpërblet bashkë me gjithë të bashkëpunëtorët e tij. Përshëndesim Këshillin e Xhamisë Sultan Bayazidit në krije me kryetarin mentor muslimun. Përshëndes edhe këtë kolegun, dimsin tem, Murat Efendiun. Përshëndes edhe juve të gjithve që keni marrë pjesë, ta u keni da kohë për të mirë një pjesë ta dhe për të bërë këtë ceremoni për cilën time për në penzion. Allahu shpërblet gjithve. Nuk mundemi a mos të përshëndesim edhe televizionin Uskana, për arsye se jo vetëm sot që ka marrë pjesë ka do kohë, po ju shumica e dini, muftinia e din këto mirë se tërë kohën televiziori Uskana ka qenë me nia. Çdo ceremoni, sidomos në xhamin Sultan Bayazid, gjithnjë na ka respektu, gjithnjë ka qenë aktiv, ndoshta nga një herë kemi haru se është një datë me vlerë historike, po na ka kujtu në atë kuptim. Vetëm unë kisha pat dëshirë kështu një porosi kolegëve, hoxhallarëve, asnjëherë mos u dorëzoni, në asnjë moment mos u dorëzoni se jeta është e tillë. Jeta është me sfida, jeta është me sprova, por mos u dorëzoni, fe sabrun jamil. Allahu i madhreshëm në Koran ju e dini hoxhallarë janë të gjithë, por për këto miq dashamirë tjerë, thot durimi është më i mirë. Pra shpërblimi vjen me durim. Në fund nga Myftinia e Kërçovës, por edhe nga Këshilli i Xhamisë Sultan Bayazid, imamit Imer Jusufi ju ndam mirënjohje për kontributin e tij në jetën fetare.